Minatorët e Spaqit kanë protestuar para Kuvendit të Shqipërisë. Ato një zëri kanë parashtruar disa kërkesa ndaj institucioneve ndër të cilat më kryesorja ishte miratimi i statusit të minatorit. Protestuesit theksuan se nuk do të tërhiqen derisa kërkesat e tyre të merren në konsiderat dhe të gjejnë zgjidhje konkrete. Po kërkojmë asnjë. Deri tani qeveria nuk ka reaguar për momentin. Paga më të larta. Ato përveç padrejtësive si po na bën shkarkimin e nga puna në kohët greve. Do saj ka shkarkuar edhe me para, kanë ngritë zërin punëtorët dhe janë shkarkuar mbi 10 punëtorë janë shkarkuar për para. Kjo na detyron ne që të krijojmë një sindikat, që të përcjellin madhësisht, më na shtypin, po na marrin pasurinë, edhe po na shtypin të dyja nuk shkon. Është stresuar komplet. Se jena komplet familjar, kemi familje, më të punë, më familjen. Dhe është puna ma dobë, do me thanë shumë, se veni punë si punë që shkërë në kërkom një njëre. Na hymë një njëre, nuk i dia dalim as dalim. Dhe ka ndodhë aksidente, zhëna tjera. Na kërkëm kushtet tona, ngrizën e rrogë, kontrat kolektive, edhe të thkenë punëtor që e në largun nga puna. A zgjidhe hallin apo jo? Në të kundërt, nga hanja marrja, do mlidhemi edhe të rimbe kryeministria o jetë o vdekje. Ose të na vrasë, ose të na japet drejtën. Rrugë tjetër nuk ka. Ndërkohë, deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe doli pranë minatorëve, duke u shprehur mbështetjen e kauzës së tyre dhe premtoi se do të çojë zërin e tyre në seancë, megjithse për ironi, minatorët kanë 12 vite që dëgjojnë premtime pa zgjidhje. Edhe deputetja e opozitës Jorita Tabaku u shpreh në mbështetje duke theksuar se minatorët po kërkojnë vetëm të drejtat e tyre legjitime. Protesta pritet të vazhdojë derisa institucionet të japin përgjigje dhe puna e tyre të marrë vlerësimin e merituar.